bashkë me Presidentën e Republikës Vjosa Osmani, me Kryetarin e Kuvendit Imal Bashën, me Ministrin e Mbrojtjes Maqedoncit dhe me Komandantin e Ushtrisë General Lejtnant Vasil Jasharin, patëm nderin edhe kënaqësinë që t'i vizitojmë forcën e sigurisë Kosovës në prezantimin e armatimit dhe pajisjeve të tyre që na bëjnë krenar dhe njëkohësisht të ndjehemi të sigurt si shtet, si institucione të Republikës, gjithnjë në shërbim të integritetit territorial, të drejtave të qytetarëve, të sovranitetit shtetëror dhe të paqes e të sigurisë për Republikën tonë demokratike anë këtë. Është ditë e lumtur e gëzuar të gjithë neve, për shkak se me forcën e sigurisë Kosovës, me këtë ushtri të pajisur kaq mirë dhe gjithnjë më shumë, brezat e ri do të jenë të sigurt të jetojnë në paqe, të zhvillohen dhe të lullëzojnë. Në njërën anë e kemi sakrificën e dëshmorëve të kombit, bitë të gjitha kryekomandantin Adem Jasharin dhe familjen Jashari, pastaj veteranët dhe invalidët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, e në anën tjetër i kemi gjithë ta fëmijë që kanë ardhur të shohin ushtrinë e tyre, dhe e cila u ngroh zemrat e njëkohësisht i bën edhe të ndjehen mirë për të ardhmen e tyre dhe për qytetarët dhe familjet në Kosovë. Mbi 430 milion euro është investimi në armatim dhe në pajisje në këto 4 vite të fundit. Më përpara, ushtria jonë ka pasur veç automatik të llojit Heckler Koch dhe Revolje, që do të thotë se ka qenë më pak e pajisur edhe se vetë policia e Kosovës. Ndërkaq tani është e pajisur me teknologji moderne dhe kjo sa vije shtohet, me qenë se tashmë kemi më shumë se 2 fishim të çizmeve në tokë të ushtarëve tanë, por gjithashtu të syve në qiell, për shkak se e kemi pajisur ushtrinë me drona Skydagger dhe TB2 Bayraktar nga Turqia, Puma nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e do ta kemi së shpejti edhe fabrikën e municionit si dhe të prodhimit të dronave made in Kosova. Në veçanti duhet theksuar edhe sistemin antitank Javelin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pastaj jemi në proces që të marrim edhe helikopter Black Hawk nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ky është momenti që duhet të falenderojmë aleatët tonë, NATO-n, në veçanti Shtetet e Bashkuara të Amerikës që na qëndrojnë në pranë edhe në pajisje me armatim e municion, por edhe me trajnime të shumta që i përmendi edhe presidentja Vjosa. Janë 4 fishuar trajnimet jashtë vendit, është 3 fishuar buxheti për mbrojtje për siguri, dhe ky është një obligim që ja kemi në mbrojtje së atëdhëut tonë, prandaj gëzuar të gjithëve dita e forcës 27 nëntori dhe një falënderim i veçantë për oficerët, nënoficerët, ushtarët e ushtarët tonë, të cilët edhe në ditë festave shërbejnë për sigurinë dhe mirëqenien